Si të jemi më të qëndrueshëm në fenë e Allahut? Prej mirësisë madhe të Allahut lartësuar dhe mëshirës madhe të Zotit gjithësisë është që shkaqet e qëndrueshmërisë në fe na i ka bërë të qarta në Kur'an. Na i ka bërë të qarta në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit gjithësisë është kapja fort pas Kur'anit. Me lexu Kur'anin, me meditu në fjalët e Allahut lartësuar, me lexu në Kur'an historitë e profetëve para nesh, historitë të cilat na mbushin plot besim dhe bëhen shkak që ne të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit gjithësisë. Me fal namazin është shkak tjetër me qenë korrekt me namazin. Është shkak që të mban të lidhur fort me Zotin e gjithësisë. Me përmend Allahun e lartësuar shumë, me bë dhikr. Është shkak që të bëhesh i qëndrueshëm, të bëhesh e qëndrueshme në fenë e Zotit gjithësisë. Me bë sa më shumë lutje Allahut lartësuar, sepse dhe profeti alayhi salam shpesh thoshte ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Këtë lutje me e bë vazhdimisht. Me u shoqëru me njerëz të mirë. Me e zgjedh shokun, motër e nderuar me e zgjedh shoqen. El mar'u ala dini khalilihi, njeriu është në fenë e shokut të tij. Le të shikoj çdo njeri prej jush se me kënd shoqërohet. Kështu që me e zgjedh shokun që të nxit për punë të mira. Me zgjedh shoqen që të nxit për punë të mira, me adhuru Allahun, me bë vepra të mira. Lutem Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që kanë qëndrueshmëri në fenë e Allahut lartësuar. Shpesh lutjen ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde.